Dashi. Më 13 nëntor 2025, universi përgatit surpriza për ty energji harmonike të rrethojnë, duke të dhënë mundësinë për të përmirësuar marrëdhëniet personale. Ky është momenti për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur të fshehura. Në punë do të ndihesh i frymëzuar dhe mund të bësh një hap të guximshëm drejt një projekti që ke ëndërruar prej kohësh. Përqendrohu dhe mos e le entuziazmin të shpërqendrojë. Financat duken në një rrugë të qëndrueshme, por shmang investimet impulsive. Kujdesu për shëndetin mendor duke kaluar kohë në natyrë ose duke lexuar një libër që të relakson. Sot është dita për të pranuar të papriturat dhe për t'i përqafuar ato me zemër të hapur. Hap krahët dhe beso tek energjitë e reja që po afrohen. Demi. Sot është një ditë për të reflektuar mbi marrëdhëniet dhe për të ndarë ndjenjat e tua me ata që do kujdesu që të qëndrosh i hapur dhe i sinqert në komunikimin me partnerin. Në punë mund të ndihesh i mbingarkuar, por mbaj mend se qasja e strukturuar është qelësi. Organizimi do të ndihmojë të përballosh sfidat me sukses. Në sektorin financiar është mirë të shmangësh shpenzimet impulsive dhe të përgatitesh për investime afatgjata. Ndjesia e brendshme do të jetë e qetë dhe do të ndihesh më i lidhur me natyrën dhe rrethin tënd. Merr kohë për të shijuar momente të vogla gëzimi dhe për të ndier mirënjohje për çfarë ke. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të mësuar dhe për të rritur. Binjakët. Sot energjia e brendshme do të ndriçojë si një yll i vogël në zemrën tënde. Në çështjet e zemrës, mos hezito të ndash ndjenjat me partnerin, pasi ndërveprimet të thella do të sjellin afërsi më të madhe. Në punë, kreativiteti do të jetë si një erë e freskët, duke të ndihmuar të gjesh zgjidhje për sfidat e vogla që mund të dalin. Kujdes me financat, mbaj një sy të mbret mbi shpenzimet e panevojshme, por mos kurse në investime që premtetojnë të ardhme të mirë. Ndjenjat mund të jenë të luhatshme, por përqendrohu në anët pozitive dhe e ardhmja do të duket më e ndritshme. Dita është e mrekullueshme për reflektim dhe për të shijuar bukuritë e vogla që të ofron jeta. Daforia. Sot do të ndihesh i mbushur me energji pozitive dhe ndjeshmëri të thellë. Një takim i papritur mund të sjellë një prekje magjike në jetën tuaj. Në aspektin e dashurisë është momenti për të shprehur ndjenjat me sinqeritet dhe për të marrë hapa konkret drejt një lidhjeje më të fortë. Në punë është koha për të fokusuar në projekte që kërkojnë krijimtari dhe përkushtim. Mos e nënvlerëson fuqinë e bashkëpunimit me kolegët. Financat duken të qëndrueshme, por shmang shpenzimet impulsive. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional duke kaluar kohë në natyrë ose duke medituar. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të ndriçuar botën me buzëqeshjen dhe dashurinë tuaj. Udhëtoj nëpër këtë ditë me zemër të hapur. Luani. Në këtë ditë të vonë në nëntor, ndjesitë e tua janë si një zjarri që ngrohin të ftohtë përreth. Zemra jote kërkon butësi dhe kuptim të thellë në marrëdhëniet personale. Kushto vëmendje të dashurit të zemrës dhe gjeni kohë për biseda që ushqejnë shpirtin. Në punë, energjia jote është e pashtershme, por syno të bashkëpunosh më shumë me kolegët për të arritur rezultate më të mira. Situata financiare mund të kërkojë një vështrim më të kujdesshëm, bëj plane afatgjata dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Ndërsa dita zhvillohet, lejo vetes momente të qeta reflektimi. Shfrytëzoj këto çaste për të rilidhur me veten dhe për të gjetur qetësinë e brendshme që e dashuron. Dita premton përmbajtje dhe harmoninë që kërkon. Virgjëresha. Sot mund të ndjeni një frymëzim të veçantë që do t'ju udhëheqë drejt horizonteve të reja. Nëse jeni në një marrëdhënie, tregoni vëmendje të veçantë ndaj partnerit tuaj, sepse komunikimi i ëmbël do të sjellë harmoni. Në punë, aftësitë tuaja organizative do të shkëlqejnë, duke ju mundësuar të zgjidhni çështje komplekse me lehtësi. Bëni kujdes me shpenzimet, pasi një plan i mirë financiar sot do të sjellë stabilitet nesër. Mos u ndjeni të mbingarkuar nga detajet, por përqendrohuni në pasionet që ushqejnë shpirtin tuaj. Ndjesia e qetësisë dhe e qartësisë do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo pengesë. Kërkoni momente paqeje për të medituar ose për të shijuar natyrën, duke e lënë zemrën tuaj të udhëheqë. Peshorja. Dita nis me energji të reja dhe mundësi për harmoni të brendshme. Një takim i papritur mund të ndezë flakën e dashurisë, lejo emocionet të rrjedhin lirshëm. Në punë, një projekt i rëndësishëm kërkon përkushtim dhe vëmendje ndaj detajeve. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët për të arritur rezultate të mira. Financat kërkojnë vëmendje, shiko me kujdes shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Një planifikim i kujdesshëm do të sjellë stabilitet në afat të gjallë. Nëse ndihesh i mbingarkuar, gjej kohë për të medituar ose për të shijuar natyrën. Përballë sfidave, instinktet tuaja janë udhërrëfyesi më i mirë. Frymëzimi është pranë, veten duhet ta pranosh me zemër të hapur. Kujdesu për veten dhe prano çdo ditë si një dhuratë.
Akrepi. Ndërsa dita nis, një energji e thellë dhe reflektuese do të mbështjellë. Në dashuri, zemra jote do të ndjejë nevojën për të lidhur më thellë me partnerin. Është momenti i duhur për një bisedë të hapur që do t'i forcojë lidhjet. Në punë do të përballesh me një mundësi të re që kërkon vëmendje ndaj detajeve. Shfrytëzo intuitën tënde të mprehtë për të bërë zgjedhjen e duhur. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Në këtë ditë, një ndjesje e ngrohtë qetësie do të të mbështjellë, duke të ofruar një ndjenjë rehati të brendshme. Kujdesu për veten dhe përmbush nevojat emocionale. Ndërsa hyjet të udhëheqin, beso në rrugëtimin tënd drejt realizimit personal. Shigjetari. Fladja i mëngjesit do të sjellë një ndjesë të freskët dhe shpirtërore, duke të ftuar të fillosh ditën me entuziazëm. Në punë mund të përballesh me detyra të reja që kërkojnë vëmendje të veçantë, por energjia jote pozitive do t'i bëjë ato më të menaxhueshme. Është koha të shfrytëzosh aftësitë tua krijuese për të arritur një zgjidhje të shkëlqyer. Në dashuri, momentet e qeta me partnerin do të ndihmojnë në rritjen e lidhjes suaj emocionale. Ndërsa financat duken të qëndrueshme, është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme dhe të planifikosh me kujdes për të ardhmen. Lejoje zemrën të udhëheqë vendimet e tua sot dhe do të zbulosh një ndjesë paqeje në harmoni me universin që të rrethon. Britsjapi. Dita e sotme mund të sjellë një përzierje emocionesh, por do të kesh fuqi për t'i përballuar. Në punë mund të ndihesh i motivuar për të përfunduar projekte të rëndësishme. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët. Në fushën e dashurisë është një kohë e mirë për të diskutuar për planet të së ardhmes me partnerin. Nëse je beqar, mos e humb shpresën. Një njohje e re mund të sjellë ndjenja të freskëta. Financat do të kërkojnë vëmendje të veçantë, por me menaxhim të kujdesshëm gjithçka do të shkojë mirë. Kujdesu për shëndetin dhe mos e neglizho relaksimin. Dëgjo muzikë që të ngacmon shpirtin dhe vendos për të kaluar valën e qetësisë së brendshme. Harmonia është qelësi sot. Ujori. Sot, zemra juaj do të ndihet e mbushur me emocione të reja dhe do të zbuloni të fshetat e ndjenjave që keni ndjerë për kohë të gjallë. Në punë, do të hasni mundësi që kërkojnë vëmendje dhe përkushtim. Shfrytëzoni këtë energji për të mprehur aftësitë tuaja dhe për të treguar fuqinë e vërtetë të intelektit tuaj. Financat duken të qëndrueshme, por bëni kujdes me shpenzimet impulsive që mund t'ju ngacmojnë. Ndërkohë, një bisedë e ngrohtë me një miku të vjetër do të sjellë kujtime dhe reflektime të ëmbla. Lëreni kreativitetin tuaj të rrjedh në çdo çast, sepse frymëzimi është pranë jush. Përdorni këtë ditë për introspeksion dhe për të rigjeneruar energjinë tuaj shpirtërore. Çdo hap që merrni sot është një hap drejt përmbushjes personale. Peshqit. Horizonti i ditës sjell energji të buta dhe të lehta për ju. Zemra juaj mund të ndjejë një val ngrohtësie që vjen nga ata që doni. Hapni zemrën dhe lejoni dashurinë të rrjedhë lirshëm. Edhe një bisedë e sinqertë mund të ketë ndikim të madh. Në punë mund të ndjeheni të frymëzuar për të marrë një hap të guximshëm drejt një projekti të ri. Kreativiteti juaj do të vlerësohet nga të tjerët, prandaj mos hezitoni ta shfaqni. Financat duken stabile, por qëndroni larg shpenzimeve impulsive. Ndjesitë tuaja janë në harmoni me universin dhe kjo ju bën të ndiheni më të qetë dhe të balancuar. Merrni kohë për të ndalur dhe për të reflektuar mbi gjithçka që ju frymëzon dhe ju mbush shpirtin.